Allah i shpërbleft, hoxhi nderuar, selam aleikum, thot një sqarim rreth rekateve të taravis. Rekatet e taravis. Fjala taravih do të thot pushim. Namazit taravis i thojnë namazi natës. E disa thojnë, ku ka be argument se namazin e natës me fal me xhamat. Kemi shumë argument. Po fjala taravih do të thot namazi pushimit. Pse i kanë thonë? Se Aisha na tregon dhe thot, si ja fal pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut thot nuk ka fal ma shumë se 11 rekat, as në Ramazan, as jashtë Ramazanit nafile, do me thonë namaz natë. Ka fal 4, tha mos vetë se sa e ka zgat dhe sa mire ka fal. Pastaj ka pushu. Pastaj ka fal 4, tha mos pit se sa mirë si e ka përsos namazin dhe sa e ka zgjat. Pastaj ka fal 3. Abdullah ibn Abbasi na transmeton pra këto hadithe të vërteta, këto di transmetime, që pejgamberi Allahut i ka fal 13 rekate. Na nuk lu në rol, pra unë i takoj mendimit dietar, nuk lu në rol sa rekat i fal, po lu në rol si i fal. Na nuk kena problem me rekatet, kena problem me modelin e rekateve. Nga se transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Nga Abdullah ibn Omeri një njeri tha ja Rasulullah, çish bëhet namazi natës? Tha namazi natës ma mirë është di. Çdo di rekat me dhon selam. Namazi natës ma e pëlqishme që në çdo di rekat me dhon selam. Tha di, tha nëse frikësh se po del sabaj, atëre autir bi wahide. Atëre bane tek një. Kur e mërkshef se po del sabaj ki zgat shumë, atëre shka bane një. Edhe kjo a vitri. Fjala vitër do të thot tek. E ka fal pejgamberi Allahut 1, e ka fal 3, e ka fal 5, e ka fal 7, e ka fal 9 dhe kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po vitri më i plot është 3. Na flasmi për tacat ka 1. Apo çështja vitri më i plot është 3. Nga se na transmetohet se pejgamberi Allahut më shumë i ka fal 3. Sa recate i fal, sa është e rëndësishme. Fali 20, s'ka problem. A mos i fal. Allahu azza wa jall kur e ka përmend namazin e natës e ka përmend me recate. Ka thonë qumil lejle illa qalila. Ban namaz natë vetëm një pjesë të natës pusho. Ahmed ibn Ambeli thot ku ka zbrit kjo ajet, sahabët një mot të natën janë fal, derisa ju kanë aj kam sahabëve. Pastaj ka zbrit në suratul Muzammil ajetet e fundit që Allah ka prun lehtësime. Pra nuk i jemi kundra 20-ve, nuk i jemi kundra 40-ve. Sa do një falni? Nuk është bidat. S'ka problem. Ma e mira është ajo që e ka bo pejgamberi Allahut. 4, 3, ka dal. Po problemin e kena, ki namazi taravis që bëhet në trevat tona, ma shumë i përngjet fiskulturës se i badetit. Bire edhe fiskultura ma ka dal bëhat se namaz. Hodhejfe ibn Yaman e shef njonin duke fal, një transmetim thot ka thonë pejgamberi Allahut, e shef njonin biken sejdë si kur gjeli që i merr kokat. Çap. Unë i tham si kur federa, trap, ngritët bënejën të përpjet. Ha? Me zi se i prek huna se balli kërkun. E ka pyet pikura o filan falësh qështu? Tha që 40 vet. Që 40 vet qështu? Tha që 40 vet pas e bo namaz qështu, tha me pas vdekan që këtë gjengje, kishe vdeki jon fen e Muhammedit. Jon fen e Muhammedit. A di shka do me thonë? Kishe vdek pa fe. Qish marë pa fe? Për çka se Allahu azza wa jall na ka lip që qëndrojmë para Allahu qetë. Pra ta ka sunet për para, pse? Dvene shpirti, zemrat pushoje, qëndrojsh për Allahu qetë. Dhe me dhehebin e Ebu Hanifës, qetësimi në namaz është vajib. Ku shkojsh në ruku mu qetësu, apo? Sa mu qetësu?
ka thonë 360 e trupit mu këthi në ven. Ku të ngritë është për rukuës, drejt. Sa me nejt? Tha sa ke nejt në rukuë rrit drejt. Ha? A kur se njoni e shef të gërbav, pse ma kur sa drejtu? Për këtë arsye duhet me pas kujdes. Ma mirë 2 rekat namaz note ka dal, se sa 200 rekat e plun të Allahu Azza wa Jall. Pra sa dush se rekat e falë, s'ka problem. Ma e pëlqishma, aqi me imamin me qëndru deri në fund. A mos ke dhe imamin, zhet imamit mos i shko për mas. Për para ku kanë shku me mërë dituri, kanë shku ka e kanë shirë hoxën që shpu falet, e kanë pas e shpejt, ka dhënë le, hik për këti ajduti. Qish ma ajdut? Tha pejgamberi Allahut ka thonë ajduti ma i madh asha i cili vjedh namaz. Qish be vjedh? A ka dikush i dorën e shtin gjepin e atit kujshije sa? Ka, edhe kësi. Mirë po thot, aj hajduti cili tha kur të bere në ruku nuk qetësot, kur të bere në sejdë nuk qetësot, kja është hajni ma i madh. Se ja vjedh koha në Allahut. Koha në Allahut të në tonë, që jape Barcelonës dhe Realit. Për këtë arsye hajduti ma i madh është ai i cili nxiton në namaz. Ai i cili nxiton në namaz. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që të vini namaz ka dal, qetë, pushon shpirti, qetësohet shpirti, prezenton zemra, qofshin dhe 2 rekate s'ka problem. Se namazit taravis nuk është fars, namazit taravis është nafile, namazit taravis është vullnetar. Fale mas ati imami që i falet ka dal dhe zgjedhe imamin që ta merr menja se ki ti në imamit Allahu ja pranon namazin. Kështu se lefët kanë udhthu gatë, kanë shku mas njoni që ja ka morë menja se ki tutët Allahut e kanë zgjedh imamin, ju kanë lidh mas ati kanë qëndru dërë në fund. Pse dërë në fund? Ka dho pejgamberi Allahu kush qëndron me imamin dërë në fund i shkruat sikur ta notën mu pas falë. Pra vitrin a ma mirë ma vonë me lonë Ramazan, kur falë me gjemot, ma mirë është vitrin me falë me imamin. Tha po njoni po shkoj në shtëpi, po kam qef me bo namaz. Ban namaz, kush po të nalë? Tha po që ishtë bajnë, tha vitrin e kam falë. Pejgamberi Allahut ka thonë mos i tu boni, bashkoni 2 vitra me një natë. Përgjigja jonë është ban sa dush na file, vitrin e ke falë dhe nuk e përsërit më. 3 mendime kam parasysh. Që janë këtë mesele. Unë e mendimin të cilin shumicës e dietarëve që i takoj unë. Nëse vitrin e ke falë me imamin, shko në shtëpi fal nafile, diga di, sa dush. Vitër nuk e përsërit se ka thonë pejgamberi Allahu 2 vitra me një mazdar ke zban. Allahu, Allahu, Allah.